Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellë një lajm që në fakt ditën e djeshme ka ngritur kurreshtjen e madhe tek shqiptarët. Tani, nëse ka njëri që bën më së shumti humor dhe nëse ka njëri që ka humor më të lezetshëm se Luiz Elli në Instagram, nuk ka njëri në botë. Po mirë më me sa mënd, shkoni e merrni që Luizi dhe Kiara nuk janë bashkë, po bëjnë si kur janë, e bëjnë për klikime. Si bëni këto gjërat më? Luizi shkrua një postim në Instagram dhe ju shkoni e merrni të mirëqen dhe do me thënë mbushni portalet, mbushni komentet që Luizi dhe Kiara nuk janë bashkë. Luizi dhe Kiara janë bashkë, kanë blerë një shtëpi të re, e kanë akomoduar atë shtëpinë sipas shpirtit të tyre, lunën po e risin si lemza mes dhjomit, po kënaqen, po argëtohen, po shijojnë pushime, po ikin çdo vikend në plazh, gjatë kohës kur Luizi është i lirë, Kiara është e lirë, po shkrihen në prezencën e njëri tjetrit. Nëse ka një çift që përpos dashurisë, martesës, që është tashmë, domethënë është ligj nga Zoti, që më së shumti janë shok se sa burë dhe grua, është Luizi dhe Kiara. Luizi dhe Kiara, përpos që kanë një fëmijë dhe janë të martuar me celebrime me gjithçka, ato më së shumti janë shok me njëri tjetrin. Ato ndajnë momente të bukura, kanë krijuar të njëjtën botë, janë shndruar në të njëjtin njeri, janë me të njëjtin vizion, janë me të njëjtat ëndra, dhe kjo e bën që Luizi dhe Kiara të jenë shumë të dashur dhe të preferuar nga publiku. Dhe Luizi bën shaka në rrjetet sociale dhe nuk do thotë që çdo shaka Luizi duhet merret e mirëqen. Të lutem ma shfaq fotografinë për të cilën bëhet fjalë. Ja, bëhet fjalë për këtë foton ku Luizi dhe Kiara ditën e djeshme kanë qenë në një drek dhe kanë jetuar një moment të bukur ku Luizi thotë bëjmë për gjasmë jemi bashkë. Çifti më i përfolur i showbizit shqiptar, Luizi dhe Kiara, ka rikthyer sërish të gjithë vëmendjen e rrjeteve sociale pas një postimi të vetëm që ndonse i shkurtër u bë shkëndi për një zjarr të madh diskutimesh. Bëhet fjalë për një fotografi të publikuar në Instagram ku ato shfaqen në një darkë romantike, të përqafuar, të qeshur dhe si gjithmonë të komentuar. Por ajo që tronditi fansat nuk ishte atmosfera e mbrëmjes, as pamja e tyre e bukur dhe e dashuruar, por përshkrimi në foto, po bëjmë sikur jemi bashkë. Në stilin e tij tipik me humor, ironi dhe një dorë të mirë misterioziteti, Luizi duket se ka hedhur një fjalë